pa ujë, pa ngrohje, pa rrymë. Si që dini fillim viti 2026, ka sjell me vete disa sfida të mëdha për shumë familje në Kosovë, të cilat po përballen me mungesë të ujit, rrymës dhe ngrohjes, çka dhe ka ndikuar seriozisht në jetën e përditshme të qytetarëve. Përmbytjet që morën disa komuna në fillim të janarit janë pas vetes shumë të lashe, ku një nga pasojat më të rënda ishte edhe mungesa e ujit të pijes. Vërqimet kanë turbulluar ujin dhe në disa vende ai nuk është më i pishëm, por mund të përdoret vetëm për nevoja teknike. E një ditë më parë, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës njoftoi qytetarët në lidhje me këtë problematik. Për ta përkeqësuar situatën që nga kjo e mërkur, qytetarët u përballen edhe me një krizë të shtuar, duke u ballafaquar gjithashtu me mungesë të energjisë elektrike. Kost ka paralajmëruar reduktime të rrymës për të ruajtur sigurinë e sistemit, si pasojë e mbi ngarkesës së rrjetit dhe ka theksuar se do të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për rikthimin e stabilitetit të tij. E në lidhje me këtë situatë, KEDS ka njoftuar se sistemi elektroenergjetik është duke kaluar në një situatë të jashtëzakonshme për shkak të rritjes së konsumit të energjisë elektrike, e cila nuk mund të mbulohet nga prodhimi vendor. E për këtë shkak janë të detyruar të importojnë 50% të energjisë. Në këtë kaos të energjisë dhe ujit të turbulluar, disa lagje të Prishtinës po përballen edhe me vështirësi të tjera. Mungesë ngrohjeje. Termokosi ka njoftuar se bloku 1 i termocentralit Kosova B ka dalë jashtë funksionit dhe kjo ka bërë që disa lagje, si Matini e Bregu i Diellit, të kenë ulje të cilësisë së ngrohjes. Dhe kjo ka ndodhur në mes të dimrit, kur ngrohja është më e nevojshme se kurrë. Ju si po e përballoni këtë situatë dhe çfarë mendoni se duhet të bëhet urgjentisht për të zgjidhur këto probleme që ndikojnë në jetën e secilit nga ne?